Zhvillimin dhe cilësinë e punimeve në ndërtim në Podujev e kontrollojnë inspektor të jashtëm të ndërtimit, pasi në këtë komunë nuk ka fare. Një që patëm për 20 vjet, par vjet ka dalë në pension. Edhe pse komuna ka bërë 13 herë thirrje publike, kryetari Shpejtim Bulliqi tregoi se në asnjë rast nuk aplikoi asnjë kandidat. Paga një inspektorit që punon privat është minimalisht 1.500 euro. Dhe kërkush nuk e lën pagën 1.500 euro, marrë me punu për pagën 650 euro. Për situatën e krijuar, opozita lokale ka tjetër arsyetim. Nuk shkon kërkush me konkuru për inspektor për me një kaj, edhe me shtime në nënshkrue vendimet paligjshme kryetari komunës, ose me i thonë mos shko këtu se s'bën, që të s'bën me urdhnatina. Këtë dukuri e shohin shqetësuese dhe pjesëtarë të shoqërisë civile. Secili që punon në drejtorinë e inspeksionit e din që secili veprim është i kontestueshëm, mund të jetë subjekt i një hetimi. Gjatë këtij mandati qeverisës pati ndryshime edhe në drejtorinë e inspeksionit. Deri tash janë ndërruar 6 drejtorë. Kemi 6 drejtorë të emëruar në drejtorinë e inspeksionit. Besnik Mulliqi, drejtori 5 i inspeksionit në Podujev, kishte kërkuar largimin nga detyra për shkak të dinamikës së madhe të punës e të mungesës së stafit. Paraprakisht në këtë pozitë ishin edhe Ajet Potera, Bedrim Aqastina, Florentina Osmani dhe Alban Zeka, ndërka që nga prilli 2024-s, drejtori i inspeksionit është Shujab Blakçori.